Zëvendës kryeministja Belinda Balluku vizitoi këtë premte panairin e punës në Fier, nga ku tha se oferta e kompanive pjesëmarrëse është reale dhe të lira janë mbi 1800 vende. Për ne është një ditë e rëndësishme këtu në Fier, pasi AKPA ka organizuar një nga panairet e punës më suksesshme kohët e fundit në përgjithë Shqipërinë dhe erdhi radha dhe Fierit. Nga pjesëmarrja duket që ka shumë dje me vajza të interesuar për pozicionet e punës, janë shpallur 1800 pozicione pune nga më shumë se 50 kompani, apo jo. 50 kompani rajonale që operojnë në fushat ndryshme. Kemi parë në fushën e ndërtimit, në linjat e prodhimit, në arsim madje dhe hoteleri turizëm. Shpesh ndodh që vetë ata që kërkojnë punë janë pak skeptik dhe dyshues për sa i përket aftësisë të një panairi për të punësuar. Por nga ana tjetër, me bisedat që unë dhe Klevisi bëm në të gjitha stendat deri tani, kemi kuptuar që oferta është e vërtet, që të gjitha numrat që janë marrë dhe kontaktet për sa i përket interesit të ndryshëm, do të kalojnë pastaj në një fazë intervistimi për të konkluduar me kontratat, sigurisht me ata që përmbushin kushtet. Kështu që kjo ka qenë një ditë shumë frutëdhënëse dhe unë besoj që është thjesht një hap i parë dhe në panairin tjetër, për shkak të gjithë rasteve të suksesit që do vinë përmes këtij panairi, do ketë edhe më shumë pjesëmarrës. Shumë faleminderit.